Pra, nuk duhet të arrijmë, e thash këtë rast, për të thënë që nuk duhet të arrijmë të njëjta gjë me Ilir Metën, apo me Erion Velien, apo me cilin do. Ose rast konkret, pse zoti Erion Velia i shkua në zyrën e tij, i komunikuan mendimin, e futën makinë dhe e çuan. Të njëjtën gjë do duhet kishin bërë me çdo qytetar të këtij vendi. Unë nuk po them thjesht me Ilir Metën, me Ilir Beqa, apo me cilin do. Me çdo qytetar. Qytetari i këtij vendi, ti, unë, gjithkush, kemi dinjitet njerëzor dhe qytetar në këtë botë. Dhe nuk mundet që të na çbëhet kurkush, qoftë një polic ignorant apo që do tenton të shpërdorej detyrën apo vesturën të cilën mban, apo qoftë OPG-ja apo prokuroria. Unë mendoj domethënë që në rastin konkret prokuroria, edhe pse është speciale, ka një listë të posaçëm dhe një kod procedure të cilën duhet ta ndjek në gërm dhe në frym. Shumë e rëndësishme në frym. Shumë e rëndësishme. Ligji nuk lexohet si matematik, po ka dhe interpretimi ligjor dhe frymën brenda. Këta nuk e bëjnë. Përqendruar pak tek Ilir Meta, ju keni përmendur se ati janë marrë rreth 6 telefona dhe po verifikohet. Për çfarë bëhet fjalë në këtë rast? Janë 6 telefona, në tërësinë e vet, plus telefonave që ka pasur që janë sekuestruar edhe në shtëpinë e Vjerrës apo edhe të zonjës Kryemadhi. 2 nga të cilët zonja Kryemadhi ka kërkuar deri në gjykatën e lartë, domethënë heqjen e sekuestrës, 2 telefona të tjerë në dijenin time kanë qenë të zotit Meta dhe sfundi janë gjetur dhe 2 telefona. Në tërësinë e tyre janë 6 telefona të cilat Spaku për rastin Kryemadhi Meta i ka vënë le të themi nën sekuestro dhe po kërkon domethënë që të nxjerrë të dhëna shumë të rëndësishme sipas Spakut që mund të dalin nga këto të dhëna. Shikoj, gjyqi i Ilir Metës është një çik problematik, sepse është i mbështetur kryesisht tek dëshmit. Dhe gjyqi me dëshmitar është problematik në vetvete, sepse një dëshmitar jep një dëshmi sot dhe kur të shkojë nesër në sallën e gjyqit mund të ndryshojë mendje. Prandaj organi i akuzës gjithmonë rreket domosdoshmë për të gjetur prova konkrete të cilat nuk janë të çbëshme në një seancë gjyqësore. Prandaj janë rregull shumë te kjo lëvizjet le të themi financiare të çiftit Meta Kryemadhi apo edhe tek mesazhe apo video që mund të gjenden në telefona sipas rastit. Prandaj edhe organi i akuzës tani ka vijuar me këtë lloj le të themi hetimi të qëndrueshëm me qëllim që në momentin kur të shkojë çështja në gjykat, dhe besoj se çështja do të shkojë shumë shpejt në gjykat sepse po kalon afati 9 muaj, vetëm në rast se Spaku do kërkojë pastaj akoma afate ligjore të tjera në raport me zotin Meta, por në rast se do ta çojë çështjen në gjykat, do duhet domethënë që të mos çdojnë në asnjë moment. Deri tani zoti Meta akuzohet në 3 vepra penale të cilat në shumatorën e tyre mund të shkojë deri mbi 30 vite burg. Pra, ti të kërkosh mbi 30 vite burg dhe pastaj shkosh në gjykat dhe kështjella jote e dosjes tënde jetimore të shkëputet si një kështjellë ore, pastaj nuk e di domethënë se çfarë autogoli ke bërë vetes. Si e gjykoni rikthimin e përfaqësuesve të Opdatit në Spak? Kjo do të arrijë forcën e tyre goditëse kundrejt elementëve të korruptuar apo krimit organizuar, apo nuk e ndryshon në thelb punën e Spakut? Është një lajm shumë i mirë pas atyre që kishin dalë domethënë me idenë që Amerika na dha duart, nuk na do më, nuk na mbështet më, bla 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 histori e tjera. Unë nuk e kam besuar që në krye të herës këtë, sepse që në krye të herës kur Spaku është ndërtuar, aty ka pasur një zyrë ku përfaqësues të FBI, DEA-s dhe Interpolit dhe Opdatit kanë qenë të instaluar aty në pranë Spakut. Kjo edhe për shkak se sidomos Opdati nuk ka pasur një lloj me besueshmëri shumë të madhe tek sistemi jon i drejtësisë. Duke mos pasur le të themi këtë besueshmëri, edhe këto përgjimet e SKECC-s nuk ja ka dhënë të gjitha një herë Spakut që ti interpretojë dhe ti jetojë. Po ja ka sjell val me qëllim që të kuptojë se sa seriozitet do e marrë ky institucion këto përgjime të cilat janë vërtet domethënë një pandore madhe për sistemin tonë drejtësisë. Imagjino janë 16 grupe kriminale të cilat janë vënë përpara drejtësisë pikërisht për shkak të këtyre përgjimeve. E imagjinoni do domethënë se për çfarë po flasim? Kështu që fakti që këto institucione ndërkombëtare shumë të besueshme janë pranë Spakut, na bën dhe neve të ndihemi komod në raport ose komod, nuk po them komod, po të mendojmë domethënë që ky institucion do vazhdoj punën pavarësisht se në Washington është Trumpi dhe në Tiranë është Rama Berisha apo cili do qoftë. Ne duam të kemi një institucion, një sistem drejtësie totalisht të pavarur dhe të ketë mbështetje sa më të madhe popullore. Sot për sot nuk e kemi.
Dhe për këtë arsye kemi gjykatë speciale dhe prokurori speciale, e cila është speciale, por është e përkohshme, por për mendimin tim modest, ndoshta do duhen dhe të paktën 2 dekada që neve vërtet mos kemi nevojë më për gjëra speciale. Në thënë këtë, unë në rast se do isha një personazh i parlamentit shqiptar, do kërkoja me ngul që të zgjidheshe një herë e mirë këtë çështja e vazhdimit të mandateve të prokurorit Spakut. Çdo njeri duhet të ketë të drejtën e rizgjidhjes. A rizgjidhet apo nuk rizgjidhet, kjo është çështë histori. Por ama ti nuk mund t'ja heqësh të drejtën nën prokurorëve të Spakut që në 19 maj 2028 su mbaron mandati, që të mos kenë dëshirë për të qenë prapë pjesë asaj trupe. Sigurisht ata nuk janë se janë pa të zëvendësueshëm, por nuk mund të thuash, domethënë që ti nuk mund të jesh më aty. Atëherë unë do t'i them Sali Berishës apo Edi Ramës, zotëri nderuar, ti i ke bërë pjesën tënde, nuk duhet të jesh më kryeminist, s'duhet të më kandidosh më për kryeminist. Nëse jemi në një valë mendimi. Prandaj edhe kjo çështje do duhet domethënë që të jepet zgjidhje një herë mirë, me qëllim që edhe Spaku si një organ më vete të bëjë një punë për të cilën ne e kemi mbështetur dhe duhet që ta mbështesim nga dita në ditë. Duke mbetur pikërisht te kjo çështje, a mendoni se politika konkretisht pas zgjedhjeve të 11 majit mund të ndërhyjë tek Spaku sa i përket zgjatjes së tyre të mandatit, apo dhe komisionit Xhafaj që është ngritur si, po themi, në thojza si një kundërvënie ndaj Spakut? Tani, ato jeta e komisionit Xhafaj do ketë një emër tjetër, këtë nuk e dim neve se ndoshta nuk zgjidhet fare Xhafaj deputet. E para. E dyta, që politika majthas dhe djathtas, pavarësisht deklaratave të tyre, ka qenë gjithmonë me idenë domethënë për ta suprimuar, le të themi, punën e Spakut. Kjo është pak po e sigurt. Pavarësisht thënieve të Berishës në njëra anë që do ta shkri fare, thënie plot dashuri të Ramës në krahu tjetër, asnjëri prej tyre nuk dëshiron të jetë në thundrën e Spakut. Kujtoni mirë thëniet e zotit Rama, të aprovojnë këta dhe të vinë të më kërkojnë telefonin mua, apo histori të këtij tipi. Ata e kanë dashur gjithmonë. Dhe frika ime më e madhe është që ata do ta kërkojnë ta bëjnë të njëjtin gjë. Dhe kur vjen puna te Spaku ka përshtypjen që ata nuk njohin kundërshtim me njëri tjetrin. Si Berisha dhe Rama ka përshtypjen do gjejnë dakordsi të plot për të ndërhyrë te Spaku dhe për ta kapur këtë si institucion. Problemi ku qëndron? Që Spaku ka nga mbas Washingtonin dhe Brukselin zyrtar. Dhe unë nuk besoj domethënë që as Rama dhe as Berisha nesër do duhan domethënë që të kenë kundërshti pikërisht këto dy institucionet forta botërore, qoftë Washingtonin, qoftë në Brukselin zyrtar, pasi do të thoshte domethënë fund realisht politik i të qenurit të tyre qoftë në partitë të cilat përfaqësojnë, po qoftë dhe në kuvend apo në parlament. Dëshira është e madhe, po e rithikësoj. Mundësia për ta bërë, ata mund ta bëjnë në brenda 24 orëve, por qartësisht unë nuk besoj se do e arrin ta bëjë një gjë të tillë pikërisht për shkak të mbështetjes që ka ky institucion nga Brukseli dhe Washingtoni. Zoti Karaj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.